Në këtë konflikt që po ndodh në Iran, do fitoj paqja apo do fitoj lufta? Së pari të citoj ish diktatorin shqiptar Enver Hoxhën, pavarësisht se ishte i keq Çezari të fjalë me atë që i takon. Atëherë në librin Shënime mbi Lindjen e Mesme, Enver Hoxha ka thënë që Bashkimi Sovjetik është si një fik pas shpine për lëvizjen palestineze, po ashtu edhe për egjiptianët. Dhe shpjegonte dhe thoshte që Bashkimi Sovjetik u jep arabëve pra armë të vjetra dhe mbrojtëse, ndërsa Izraeli t'i jep armë të reja moderne sulmuese. Dhe në momentin që arabët dalin në fitore dhe Izraeli është duke mundur, të gjithë vërsulën për të krijuar paqe. Edhe çështja me Iranin besoj se kështu do shkojë. Në momentin që do të shohin që Izraeli nuk do të mundë ta përvojë do të më sulmën Iranit me raketa, atëherë vende si Franca, Britania, Rusia do të vinë dhe do t'i parashtrojnë Iranit një kërkesë për paqe. Gjoja, sikur duan të mirën e tyre, por në fakt është një cik pas shpine për të mbrojtur interesat izraelite, që po bëjnë një gjenocid në Gaza, po vret njerëz të pafashëm në Iran, nuk ndërhyjnë në punët e brendshme të një shteti sovran. Zoti Kogamani, një pyetje, me që je një shqiptar dhe më pëlqeu shumë që the që unë jam një shqiptar që banoj në Iran, do thonë nuk jam iranian. Se janë disa njerëz që thonë më shumë që thonë unë jam fillim musliman, pastaj jam shqiptar. Se kemi edhe shumë probleme të ndaja. Pyetja unë jam shqiptar dhe mua më pëlqeu shumë, por i te kjo. Gjykon që Irani është një vend i kërcënuar, i rrethuar nga armiq që duan ta shyen, duan ta grabisin? Apo është kjo psikoza që liderët e Iranit thonë që se ne kemi kaluar këtë fazë. Ne thonim jemi të rrethuar, do të jetojmë, si ka qenë parolla zoti Shala? Jetojmë, punojmë në rrethim. Jetojmë, punojmë në rrethim. Pra dhe kjo psikoza e favorizon gjithmonë regjimin. Mendon që ja kanë me të keq Iranit? Atëherë nuk është nevojë fare të shpreh mendimin tim, thjesht mjafton të lexojnë statistikat, sa shkencëtar janë vrarë, sa njerëz të pafajshëm janë vrarë qoftë nga grupe terroriste, siç është në Mans, që në fillim ishte grup terrorist, pastaj për shkak të interesave politike nga grup terrorist u bë një grup mik, një grup e themi opozitar në Iran që nuk ka as pak mbështetje për shumë urryer, do të fliten shumë fjalë për Iranin. Se Kogamani në fakt se më bëri shumë përshtypje. Pra këta iranianët që ne kemi në Mans, rrugës ku shkon për Nladez dhe për gjithë ato, pra konsiderohen nga Republika Islamike Iraniane si terrorist, jo si opozitar, se nuk e njohin opozitarizmin, apo si... Sigurisht, si kanë vrarë 17.000 persona të pafajshëm njerë. Janë ushtarak edhe atë konsiderohen terrorist nga Republika Islamike e Iran. Ka shumë rëndësi për ne kjo, se ne kemi këtu. Nuk janë vetëm terroristë të konsideruar, edhe tradhtar, konsiderohen tradhtar sepse kanë marrë pjesë në luftë kundër vendit të tyre, duke mbështetur regjimin bazist të Saddam Hussein.